Allahu që plot në Kur'anin famëlart citon: Zoti yt të ka urdhëruar që të mos adhurosh askën tjetër përveç Tij dhe të silleni mirë me prindërit. Vëllezër dhe motra, pas adhurimit të Allahut vjen respekti ndaj prindërve. Ata janë dera jonë drejt xhenetit, drejt dhuntive të Allahut fuqiplot. Mos i lëndo me fjalë, por fol me butësi. Mos i harro, por përqafoj. Një buzëqeshje për ta është sadaka, ndërsa një lutje për ta është dritë. Nëse jetojnë ato ende janë të gjallë, jeto me ta me dashuri. Nëse ata janë ndarë nga bota, mos i harro në lutjet e tua. Allahu ju mëshiroft.